Lëre i pandeur. Ora? Monitorime. Alo! Mirë mbrëma doktor dhe gëzuar pashkët. Mirë mbrëma profesor, gëzuar dhe mot më mirë. More, një minut, pashkët ishin apo Krishtlindjet, se nuk e mora vesh? Po pashkët, o profesor, pashkët. Nuk ishin Krishtlindjet? Jo, më pashkët, janë më vonë Krishtlindjet. Më vonë? Janë më vonë. Përshëndetje, gëzuar Krishtlindjet është një ditë shumë e bukur sot. Dita e Pashkët, gëzuar Pashkët, gëzuar Krishtlindjet. Janë të gjitha ditë gëzimi dhe të gjitha festa që tregojmë që ne jemi të gjithë bashkë dhe në emër të qeverisë shqiptare. Dhe ne të tre ju urojmë të gjithë dhe gëzuar Pashkët, gëzuar Krishtlindjet, gëzuar Pashkët, gëzuar Krishtlindjet. Përshëndetin ton, gëzuar Krishtlindjet dhe përshëndetin e të bukurave sinjorina. Gëzuar Krishtlindjet, gëzuar Pashkët. Gjatë diskutimit që sapo dëgjuam, u fol për gjitha ato iniciale, RK, BQ, kujdi unë të tjera. Ju lutem shumë ndërhyni. Dakor, keni shumë drejt. Fjalën e ka zoti Piro Lutaj, nuk ndodhet tu. Zoti Berisha, nuk ndodhet tu. Zoti Strazimiri, nuk ndodhet tu. Vazhdoni, fort, më fort. Kulmi, nuk ndodhe zoti Berisha? Jo. Pa i me zje për ditë nejnde, se është ditë e ti. Dita e ti është, po kush e di se da ketë hallin doktor, mbase është në tualet. Tualet? E ke fjallën për vëtësondi? Po pra, vëtës me përgëdheli si, thonë. Tualet. Hajde, vazhdojmë ndjekim seancën. Fjalën e ka zoti Bote në emër të grupit parlamentar Partisë Demokratike, përgatitet zoti Braçe në emër të majorancës. Fjalën e ka deputetja Liliana Elmazi, nuk ndodhet tu. Përgatitet ministri Damian Gjiknuri, nuk ndodhet tu. Boskari Berakju, mu mi thoni. Fjalën e ka ministri Ilir Beqja, përgatitet deputeti Florian Mima. Se marrëvesh të Beqen. Qa ka më? Po pse ecën kaq nga dalë gjanëm? Ku e ke Beqen, opresor? Po jare duke shkuar tek foltorja, nuk e shikon di hapi syt. Është bosh opresor, është bosh fare. Cili është bosh më? Cili më? Po pami më i kemi përpara, sa njeri. Jo, e ke gabim. Ja erdhi tek foltorja zoti Beqja, shikoj. Nderuar zoti kryetari i kuvendit. Shumë serios meta sot, s'qen nga në formë. Nuk është Berisha prandaj. Vëri Berishën përpara metës, pa e shikon dis me njerë fillon spektakli. A diskuti. Të nderuar zonja dhe zotërinj deputet. Debati për taksat, unë besoj se mbetet gjithmonë një debat i shëndetshëm. A zotri, ka me jashtë të zjerë. Faleminderit zoti Sheu, në emër të grupit të PS-s, fjalën e ka zoti Erion Braçe. Zë drejtues të ancës. Reagova jo për shkak të argumentave që paraqet zotria shpeshherë këtu, po është bërë një traditë e shëmtuar në këtë parlament, që deputetët që kanë emrat në listë rrinë e presin me orë të tëra për të folur, ndërkohë që ka të tjerë, deputet dhe ministra gjithashtu, që vinë, hyjnë pa radhë, flasin nga 20 minuta dhe pastaj vënë tan drejt. Hyjnë pa radhë, flasin nga 20 minuta dhe pastaj vënë tan drejt. Keni drejt zoti Braçe, keni drejt zoti Braçe, keni drejt zoti Braçe, keni drejt zoti Braçe. Ky e ka zgjedhur doktor. Tamam, edhe ha drekën, edhe flet në parlament. Qera ta. Po i vete mendja. Ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për sonte. Mos harroni të ndiqni Rudina Xhungën. Do të flitet në Shqip për Bashkimin Kombëtar. Mos harroni ta ndiqni. Bash do të jemi sërish nesër mbrëma. Natën e mirë.